Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa tamu taslima lil mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke u shoqëruar dhe me tutje me kaptinën e njeriut. Praktikisht në ligjëratat e fundit jemi duke u shoqëruar me begatit dhe mirësit e gjenetit. E që i bie në rafshin praktik të ndershëm vëllezër se krejt këtë lodhje që e bën njeriu, e sigurisht që ka urtësi për zgjedhja e këtyre citateve në këtë kaptin. Pra Allahu xhelle xhelaluhu ka përzgjedh për këtë kaptin citate për njeriu. Praktikisht Allahu xhelle xhelaluhu tërësisht në këtë kaptin flet për xhenetin. Që i bie se flet për kompensimin që do t'i bëhet njeriut, besimtarit me theks veçantë, besimtarit si njeri për lodhin e tij, për mundin e tij, për ibadetin e tij, për investimin e tij, për kapitalin e tij, për çdo gjë që investon. Dhe kemi ardhur dikon në 12 citatet e para me përjashtim të një citati që flet për keqbërësit, të gjitha citatet flasin për bamirësat. Çka ka për bamirësat dhe çka i pret bamirësat. Pra, kemi ardhur deri te arsyeja e futjes në xhenet. I ka përshkruar Allahu xhelle xhelalu në 12 citatet e para arsyet që e çojnë besimtarin në xhenet. Nga citati 13 e tutje, Allahu na flet çka ka në xhenet. Pra, është shumë e rëndësishme këtë çështje vëllezër me kuptu me besim. Këto çështje dojnë besim dhe nënshtrim. Pse po e them këtë? Po e them se shpesh herë, madje edhe përcillen popullin ton, Allah alem ka kanë rrjedhë këto gojdhana që në xhenet jetojnë vetëm me frym njerëz. Jo vëllezër, këto janë demagogji që nuk qëndrojnë, se bie ndesh me krejt argumentet e Kuranit. Allahu në Kuran ka përshkruar jetë gjallë, ka përshkruar sane konkrete, ka përshkruar ushqime konkrete, pije konkrete, lumej, ka përshkruar ulje që do t'i flasim. Prandaj, është një rregull që duam ta ndërtojmë për gjëra që nuk i njohmi. Ato që quhen gajb, sekrete. Pra, për çështjet sekrete nuk ka qasje mendja. Për çështjet sekrete s'ka qasje mendja. Aty do të mu bazu veç në fakte hyjnore, se na nuk dim kur gjë. Nuk dim asgjë çka ka në xhenet, as çysh është xheneti, asgjë çka ka në xhenem, as çysh është xhenemi. Çfarë ka thonë Zoti i Madhërisëm dhe ka përshkruar pejgamberi alayhis salam. Prandaj, në sajet kësaj, Allahu xhelle xhelalu në hyrje, pra pasi që përshkruan hyrjen në xhenet, në citatin 13 thotë kështu: Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Banorët e xhenetit do të qëndrojnë ulur në koltuqe. Në xhenet nuk do të ketë as temperatura të larta përcjelluese që e pengojnë nxet, e as nuk do të ketë ftoft. Qështu Allahu në citatin 13 e përshkruan. Pra, unë mendoj që vetëm që këtë citat me konkret Kuranin, për më në e përshkru xhenetin mjafton. E tash, qysh mujna me kuptu në rafshin praktik këtë citat? Pra, sikur Allahu xhelle xhelalu po na thotë që ju bollini lodh. Tash ulni. Tash pushoni. Tash o koha me pushu. Mo nuk thret ezani. S'ka mo ezan. S'ka mo namaz. S'ka mo me kurdis orën çun mëngjes në ora 5 me shkum punë. S'ka është. Ulni tash. Pështetnu tash. Rrini mirë. Kur pështetet njeri në fakt? Në këtë dynjë kur pështetesh? E keni vërejt njerëz për shkak kur janë të lodhën, kur janë për gut, në gjys ulja, edhe mu pështet nuk pështetën. Se i duket që mu pështet po harxhon kohë. Mu pështet mos pik diçka. Allah po tash pështetuni. Pikërisht kështu, muttaki'ine të pështetur në koltuqe. Pro Allahu i përshkruan ulset e xhenetit. E çysh janë?
po qëre, Allahu edhe më ne përshkru se qysh duken ato, na du të me kuptu që truni jonë është shumë, mendje jonë është shumë e kufizune. E keni vërejt për shambull, kur e përshkrun, mos shambull po sjellë, jo krahasim, kur një shkencëtar, po flasim para teknologjisë, teknologjia na ka afru shumë gjëra tash, po i shohim edhe na, para 20-30 viteve, kur e ka përshkruar dikush anijën kozmike për shemb. Ose kur e ka përshkruar për shemb një teknologji. Ai sot që ka fol, na çysh e kemi kuptuar na çato. Me imagjinat. Me trunin ton për afërt. Kjo sa një dyans prap ato dhe njeri ka prodhu. Kështu që mos jam mësy, mos u lodh trunin, qysh duken koltuqet e xhenetit. Veç dijeni san që nuk ka prodhim i njerit. Aja as nuk e lëshon, as nuk të shkyhet, as nuk të prishet, llogarit san i përsosur pi krijuesit. Çikaç, thjesht me dy fjalë, çka të folmi për to tani që teprojmë. Merë mjeshtin më të mirë, fabrikën më të mirë të ulseve në këtë dynjë, prap po thonë shumë e mirë, shumë e qëndrueshme. Sa vjet? 30, 50, 100, 200, prap i vjen momenti të më gju. Do të më gju, edhe nëse është e re. E aty në xhenetit nuk ju del moda kur. Ky është vetëm një përshkrim. E tash, me që ju ka kop dillin këtë dynjë, i një dalë në dill jo. Është dash me punu në dill, është dash pjesë e madhe me punu në përkulma, në për ndërtime, në ara. Pra me fitu riskun. Tash s'ka këtë. Këtu s'ka dill. E dikush edhe u mërdhi. Në këtë dynjë u mërdhi dikush, pi ftoftit. Ftoft, o dash me nejtë në roje, o dash në borë, në shi, me shku me punu, me sjell furnizimin, riskun familjes. S'ka ma. Rrini qetë për atë Allah. Vallai vëllezër, këto ajete do të mi kuptu me besim. Këto gjëra do të mi kuptu qetë edhe mirë, edhe javlena. Vallai javlen këtë dynjë tani edhe me nejtë ndill që ta shtu fal, edhe në ftoft pjavleka. Me çito gjëra vëllezër na motivohemi. Pra, kur ta kuptojmë çita mirë, tani nuk shën ti nervoz të shtëpia. Mi thon gruas qëra, unë sot për ty kum nejt 10 sahat në diell. 10 sahat kum nejt unë në ftoft. Jo, ti si thu kështu, as ti nuk i thu. Pse? E din kush të pagun atja. Se ti edhe mi thon gruas, çka do që ti thush, kur gjë stjep. Kompenzon ai kur gjë. Eventualisht në fjalë të mirë, me radhje, në ushqim të mirë, u kry me çkaç. Jo, e pret Allahu. Ja vlen vëllezër. Këto janë citate me të vërtetë shumë interesante. Jo vetëm kaq. Dëgjoni tash detajet që i përshkruan Allahu në xhenetin në këtë kapitull. Detaje vëllezër. Pra përshkrimi i koltuqeve o detaj. Hala ma shumë shpjegon Allahu xhelle xhelalu detaje. Pra na tregon pak a shumë për dëfrimet që kanë banorët e xhenetit, në citatin 14 thotë: "Wa daniyatan 'alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila." Hija pemëve të xhenetit. Hija pemëve të xhenetit qëndron pranë tyre mbi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do të kenë shumë afër. Kështu Allahu po thot. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu përshkruan detaje që me i përmbush mirësitë e robit. Kjo është një përshkrim i parafort, është përshkrim i parafort. Çka do të shijojnë banorët e xhenetit? Pra, hija e xhenetit pranë tyre. Pemt do t'i përzgjedhin ata. S'ka më lodh me qitë shkallën aty, me hyp me shkallën, me bumurzue, kështu e, jo, s'ka kështu. E na një mund me kone presht që dëbën, jo, s'ka kështu. Çka të dënë shia, që shtu ka arë në jetë e tjera. Çka do që të dënë shia, dhvjen e gatshme, e sërvune. Pra vëllezër, xheneti është i përgatit për neve, për besimtar. Kur thuhet i përgatit është në shërbimin ton, kur thuhet në shërbimin ton i bie, çka na kem shije. Vesh një shembull, pa krahasim. Ti mundesh me pagu restoranin më të mirë këtë dynjë. Më të mirin, më të shtrejtin, më të mirin. Prap, shija e ushqimit mund më smetar që është të qysh t'i pelu. Prap mund me ta vënuaj ushqimin. Prap nuk ta bjen qysh shkur të ka shkru në menyje. Apet prap edhe nëse përgatit, edhe nëse dhvije se ke kërku, mund me të bodëm. Mund është më helmu. S'ka kështu në xhenet.
E pastaj të ndershëm vëllezër, në citate tjera, Allahu xhalla xhelaluhu përshkruan enët e xhenetit. Pastaj përshkruan pijet e xhenetit. Pra, enë në cilat do të pihet për pijeve të xhenetit. Thot Allahu në citatën 15. Wa yutafu alehim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Atyre do të shërbehet me anë të argjendit dhe gota të kristalta. Allahu ka përshkruar, po jo ky argjendi kësaj dynjaje. E as kristali kësaj dynjaje. Allahu ka përdorur vetëm emra. Hadithi është i saktë, thot pejgamberi alayhis salam, asgjë nuk ka në xhenet nga ajo që është në këtë botë përveç emrave. Argjend, po jo sikur ky që nxirret në tokë. Kristal, po jo sikur që na që e shohmi. Diçka e veçantë, vetëm se Allahu po përshkruan, do thot detaje të enëve, me të cilat do të shërbejnë banorët e xhenetit. Edhe citati i 16 vazhdon një përshkrim të tillë, thot Allahu xhalla xhelalu, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Tash një detaj pak më i veçantë i argjendit, i gotave të argjendta, thot, do të shërbejnë, Allahu po thot, Allahu po flet. Allahu po flet për mallin e tij. Gota të argjendta të të dukshme. E në këtë botë çka kemi? Na veç gjëm, çel që kemi të dukshëm. Allahu po, gota të argjendta të të dukshme. Forma do të jetë çysh e kërkojnë banorët e xhenetit. Ka njëherë pihet një diçka pak më shumë, gota zgjerohet. Vetë zgjerohet ajo. S'ka ujna me çutë mjeshtrin me rrit. Çështu Allahu po thot. Edhe hakna e besojmë kështu. Qaddaruha taqdira. Pra, pamja çysh ata e dojnë. Pe du një gotë vogël, çështu të vjen. Një gotë pak më të madh, çështu të vjen. Allahu çështu po thot. Llogaritni vëllezër, çito detaje do të më na rrit oreksin për xhenet. Edhe interesimin, edhe sakrificën, edhe mos lodhjen. Ato që thash më herët, ja vlen, vallahi ja vlen. Këtë dy javë vëllezër, në shtrat nëse rrin 70 vjet, prap kemi lëshu këtë dy javë. Kamën mi kam nëse e kalon këtë dy javë, aga, apet kemi lëshu. Amo çdo lodhje paguhet shtrenjt. Çdo investim paguhet fort. Prandaj këto detaje Allahu xhalla xhelal po i cek. E tash, llogaritni çito gotat çysh janë. Gotat çysh pi përshkruan Allahu. E çka kanë ato gota? Me çka mbushen ato gota tash Allahu na tregon. Na flet për pijet e xhenetit. Llogaritni vëllezër Allahu e anëve. Ka edhe argumente tjera që përshkruajnë anët, po ne jem të komentuar një sure të veçantë. E llogarit çka kanë ato gota që po përshkruan Allahu, tash flet Allahu xhalla xhelaluhu në citatin 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Do të shërbehen me gota në cilat ka verë, të përzier me zanjabil, me xhenxhefil. Prap jo ky xhenxhefili kësaj dyjaje, veç emër. Prap jo verë kësaj dyjaje, veç emër. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu përshkruan ato çka ja kanë njerit, çka i bë mirë njerit në xhenet. Keni vrejtë vëllezër se këtu ka urtësi, Allahu e din më së miri. Allahu në këtë ajet ka mujt me përmend çush e ka përmend me një citat tjetër në surën Muhammed, i ka përmend lumejt e xhenetit që do ta cek inshallah para se me përmbyll ligjëratën. Allahu e din më së miri pse këtu përmend vera. Gota të argjendit, të dukshme me verë, të përzira me xhenxhefil, zanjabil, gjinxher. Se Allah e din më së miri, po sikur njerëz, shejtani çka i bën njerëzve, hajde ta provoj edhe çita. Ati kur s'ke pi alkool, kur s'ke pi tash modu bo kjo punë. Domthon, hajde bëse një herë smytë kjo punë. E keni vrejt njerëz sa investojnë për me shkatru trunën e tyre. Për me shkatru shëndetin e tyre. Nuk ka nevojë më të flasim na, e kam thonë këtu në këtë foltore disa herë.
Për alkoolin as kem nevojë me fol. Tash po flasin shkencëtar. Franca në 2008 kanë nxjerrë deklarat mjekët e Francës që alkooli është kancerogjen. Po hiç, edhe nëse s'nxirret kjo deklarat, po kthemi para 2008-s. A e ka ndalu Allahu kry kjo punë? Derisa e ka ndalu Allahu e dim sakt që është e dëmshme. E quhet në gjuhën arabe khamar, verë, se e mbulon trunin. Llogaritni Allahu atë pajisjen më të mirën që ka vendosur në trupin tonë mendja, që ato ta shkatërron. E si ta shkatërron që ato tani, qysh jetë insani, a bën me ditë tash, qysh duket një person që është i dehur, s'kam shavlasën. A model keqa, ani me bu me kon akademik, me bu me kon edhe në farë i madh kështu, me titull, me kon në farë udhëhec i madh, edhe me tu bloku truni, del keq, s'di me hes tani, ja. E tani llogarit çaj me kon me dhon këshilla, çka duhet me bë populli. Vëllezër, vallahi un po them 24 orë na me falendëru Allahun për Islamin që na ka dhënë, na nuk mund të jemi falendërues. E tash, pse të njëjtën Allah këtu po e tash ju pret vera në xhenet. Apo ju kjo vera që ju shkatron. Veç amna, na tham xhenet ka, piksoj dio veç amna. Desha me ju kthye një ajetit thash në surën Muhammed, se është shumë e rëndësishme, ashta kemi përmendur ndonjëherë, po ja vlen çka ka për lumejve në xhenet. Thot Allahu kështu në surën Muhammed. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Sukar Allah po don me thon, apo doni më tregu çfarë ka në xhenete që janë përgatitur për të devotshmit. Të devotshmët janë ata që i kryjnë urdhnat e Zotit, largohen prej gjinohave, thjesht. Çka kanë to? Fiha anharun min ma'in ghayru asin. Në xhenet ka po thot Allahu, lumej, ka përmend këto veç llojet e lumejve. Citat. Muhammed, kaptina Muhammed, citati 15. Lexon vet. Disa herë lexoni gjatë javës, gjatë jetës. Pse? Lexohesh ka të pret. Lexohe, po them kushtimisht, menyen tonë çka të pret. Allahu po thot, në xhenet ka lumej nga uji që nuk prishet. Pse rrin ai nuk prishet? Në këtë botë si të rri uji gjatë, dihet çfarë bëhet. Kjo pastaj. Pastaj thot, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muha. Në xhenet ka lumej me qumsht që nuk prishet shija. Nuk prishet shija ti. Lum prej qumshti. Pastaj thot, wa anharun min khamrin ladhatun lisharibin. Lumej nga vera që janë të shishme. Allahu po flet. Lumej nga vera që janë të shishme për ata që i pinë. Pastaj, wa anharun min asalin musaffa. Lumej me mjalë të kulluar. Mjalë llogarit lumt, mjalë e kullune, jo e përzine, jo e përzine. Pastaj, wa lahum fiha min kulli thamarat, Allahu se vazhdon citati. Në xhenet kanë çfarëdo lloj frutash që kanë nevojë ata. Pra të ndershëm vëllezër. Ç'ky është xheneti? Ç'ky është ajo që na pret të vëllezër? Prandaj ja vlen sakrifica dhe ja vlen çdo gjë që ne investojmë në rrugën e Allahut xhelel xhelalu. Du ta cekë edhe citatin vijus se Allahu xhelel xhelalu kur flet pra në citatin 17 që në xhenet do të shërbehen me gota të argjenta, të dukshme, në te ka verë të përzier me zënxebil. Thot, hajnën fiha tusamma salsabila. Kjo pije vjen nga një lumë që e kështu quhet salsabil. Allahu e ka emërtu prej lumejve të xhenetit. Pra, të ndershëm vëllezër, këto ishin disa prej citateve, sepse kemi edhe shumë çka detaje me fol nga kjo kaptin që do të vazhdojmë, por si rezume e kësaj ligjërate nxjerrim se Allahu xhelel xhelaluhu nuk ka ndalu diçka në këtë botë veç se na pret diçka më e mirë në xhenet. Pra, sado që tjetë diçka prej ushqimeve, pijeve, enve, veshmbatjes, e nevojshme për neve, nëse Zoti e ka ndalu, mos e privo vetin përjetësisht në xhenet. Andaj, pra, të mundohemi që të jemi afër këtyre vlerave. Ta lusim Allahun xhelel xhelalu që të jemi pjesë e këtyre shpërblimeve. Lusim Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu xhelel xhelalu të mundson të jemi banor të xhenetit dhe të jemi pjesë e këtyre mirësive. Walhamdulillahi rabbil alamin.